por ajo që ka qenë ma problematikja dhe unë mendoj që aty është krejt esenca e reagimit tim, është sepse aty figuronte se prej atyre të vrarëve 48 kanë qenë të armatosur, shqiptarë të armatosur, ndërsa 58 të civil. Kjo ka qenë krejtësisht e pasakt, krejtësisht e trillume dhe si e tillë paraqet problem edhe në hapat me tuti tjeshëm që Kosova synon t'i ndërmerr, sepse kam dëgjuar edhe ma herët një narrativ serbe të shtetit serb, disa eksponentë të pushtetit, që synonin edhe tentonin që ta paraqisnin si një rebelim, një formë rebelimi të burgosërve në burgun e Dubravës, dhe kjo e dhën pastaj me lëndoj fort dhe për këtë edhe reagua. Pra, ju e thoni me përgjegjësi të plotë si një imbjetuar i asaj masakre se atje nuk ka pasur asnjë shqiptar të vrarë në cilësinë e personit armatosur. Pra, të gjithë kanë qenë të pa armatosur. Po, ma bëri një pyetje edhe një medium tjetër, tha, a keni qenë të armatosur, thash, armët e vetme që kanë qenë në një laps aty këtu, laps i thjesht apo laps kimik, lukt që jemi ushy në kuzhinë edhe ndonjë zhilet për çështje higjienike. Këto kanë qenë armë, pra. Nuk bëhet fjalë as se si që burgosërit kanë qenë të armatosur. Ne kemi qenë krejtësisht të